Nuk ishte akmarrje, ishte drejtësia e Zotit. Ka gjëra që nuk i shpjegon dot me logjik. Ka histori që vetëm ligjet e Zotit mund t'i zbulojnë. Dikur një njeri me një pozitë të fuqishme dalli me ne. Na mori energjitë, kohën dhe përpiqej me çdo kusht të shkelte idetë tona. Na mbylli një derë sepse kishte pushtet politik. Na bëri të heqim dorë, por vetëm nga plani A, jo nga ëndra. Ne ndërtuam ëndrrën tonë në një formë tjetër, më të pastër, më të lirë. Dhe ja dolëm, suksesi erdhi. Një ditë pas një fitore të madhe, isha në makinë luksoze, e qeshur me muzikë në kulmin e gëzimit tim. Në rrugë pasha atë njeri, me bastun, me zi ecste. Unë dala, hapa dritaren, e shikova. Jo me urrejtje, por me një mesazh të heshtur. Suksesin nuk e jep ti, e jep Zoti. Disa kohë më vonë, ai njeri nuk ishte më në këtë botë. Drejtësia e Zotit vjen në kohën e tij. Nuk ka nevojë të akmerresh, vetëm ec përpara me pastërti. Ai që mundohet të të ndalë, do të bëhet dëshmitar i ngritjes tënde. Dhe a ke përjetuar ndonjëherë një drejtësi që vetëm Zoti mund ta sillte? Shkruaje më poshtë. Le të ndajmë dritë së bashku.